Bllofi presidentit serb, kush është shefja e kabinetit të Trump që ja ndaloi Vučićit të takohej me presidentin amerikan, Aleksandar Vučić nuk kishte llogaritur siç duhet ndikimin e veprimeve të tij dhe përpasoi shefja e kabinetit presidentit amerikan, Donald Trump i ndaloi hyrjen në kompleksin në Florida pavarësisht se ai kishte paguar për të qenë aty. Kështu u shpreh ish diplomati serb Nebojša Vujović, duke komentuar lajmin për kthimin e papritur të presidentit të Serbisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump janë më të fokusuar në raportin personal me Putinin. Vučić nuk mund të përdorë një foto me Trumpin si një mjet për të zgjidhur çështjet e brendshme në Serbi. Ai shpresonte që me një fotografi në Florida të zbuste presionin nga Europa dhe të siguronte rrugën drejt Moskës, por duke u përpjekur të pozicionohej mes Trumpit dhe Putinit, ai azuri vendin Trumpit si figura udhëheqëse përballë Europës, deklaroi Vujović. Por kush është shefja e stafit të presidentit amerikan? Susie Wiles ka lindur në 14 maj 1957 në New Jersey me emrin Susan Sameral. Ka diplomuar në Universitetin e Marylandit dhe në vitin 1980 ju bashkua fushatës presidenciale të Ronald Reaganit. Për gati 10 vjet ka drejtuar firmën blobuese Ballard Partners në Tallis. Ajo është tashmë gruaja e parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që është emëruar si shef e kabinetit të presidentit amerikan dhe konsiderohet person i besuar i tij. Ajo është një veterane e politikës në Florida. Karrierën e ka nisur në zyrën e kongresmenit nga New Yorku Jack Kemp. Në Washington gjatë viteve 70, më pas punoi në fushatën e Ronald Reaganit edhe në Shtëpinë e Bardhë si organizatore e agjendës së tij.